Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur sot në të gëzim të djalit, Indrit Nushit dhe vajzës tonë Arlinda Kosova, me këtë ditë të shënuar. Për ta ka vendosur të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë, duke patur parasysh se askush nuk detyrohet të martohet. Por çdo njeri detyrohet i nënshtrohet ligjeve të martesës. Nëse zgjedh të martohet, prandaj sot zotoheni të jeni pranë njëri tjetrit në të mirë dhe në të keq, me shëndet dhe në të sëmundje, në pasuri dhe varfëri, në gëzime dhe indërime, përgjithmonë. Një martesë e suksesshme do të thotë të biesh në dashuri shumë herë dhe çdo herë me të njëjtin person. Le të dëshmojnë çfarë i shprehin Arlinda dhe Indriti. Indrit. Po bëhet gjithmonë e vazhdimit të drejtohen në jeli. Këtë kita shumë të vuaj e dritë. Mendoja se u të ishesh nga qartësia dhe qetësia. Derisa erdhe ti në jetën time, dhe i dhe një tjetër dimension dritës dhe qetësisë. Më ke sjellë çdo gjë të bukur në jetë, çdo ditë. Prandaj ndihem pa keq. Ndihem keq gjatë udhëtimit të jetës time, nuk kam skalitur mjaftueshëm vullnetin e të shkruar. Që shpesh më ka lënë barë, nuk kam dashur të shpreh pasimin e ndenjave të mia. Nuk e ndjeja të dhëmti as sot, por me sinqeritetin më të madh, të premtoj se do të dua gjithë jetën time. Do të dua çdo ditë më shumë. Do të dua çdo pjesë tënde, ashtu si ti e meriton. Shpresoj që ndjenjat e mia të mjaftojnë për të bërë të lumtur. Edhe ti nuk e përjashtojnë mundësinë që të vutem në ndonjë kurs poezie apo ndonjë trajnim personal të tipit si të postoj foto apo dedikime të burrit në rrjetet sociale. Në dashur Arlinda, ne caktuam ditën tonë të dasmës në këtë muaj që zakonisht është i ftohtë. Por ashtu si ne shpresuam dhe besuam, dita sot, Zoti na ndihmoi dhe na dha një ditë të bukur, plot diell dhe ku dielli shkëlqente më shumë dhe nxehte më shumë se zakonisht. Temperatura e ditës së sotme më solli ndërmend telefonatën tënde të parë nga ku nisi rrugtimi jon. Trashëgoj ne jemi shoqëruesit e një tjetër prej 4 vitësh. Kujtoj kur pash për herë parë në atë festivalin në Diza, i cili i vuri flakë në zemrën time dhe më dha një dëshirë të madhe për të takuar. Por ishte sa e vështirë dhe sfiduese të merra miratimin tënd për një kafe. Edhe më deshën 4 muaj, mira fjalë dhe 2 tërmete, në mënyrë që unë dhe ti të pinim në kafe dhe që nga jo ditë ne nuk kemi ndarme. Ne u takuam dhe shpirtrat tanë gjetën në rezonancën në diskura.
Ne hapëm zemrat tona dhe sot do të shkruajmë kartolinë tonë të jetës. Ati kartolinë që unë të adhërova atë ditë që ne të shkruam për qarë. Premtimi im për ty është i thjeshtë dhe i thellë. Unë do të dua, do të respektoj, do të mbroj në të mirën e të keqen, në pasuri dhe në vështirësi, derisa të jetë jetë. When I fallen in love Të shpitare të japin konfirmimin e tyre. Firmosim. Me fuqin që më është dhënë nga vetë çifti dhe familjarët e tyre, ju shpall burrë dhe grua. Sa të dëshironi. so take